është si lloj një farë lavdimi që ja bëjnë se ju jeni parti, për në anën tjetër edhe një lloj kritike se ju keni bërë koalicion me gjithë kënë dhe me pse se bëni me ne, ju keni bërë koalicion edhe me neve, elektorati juaj e pranon, shiqo ku futen gjëra që... Pra, po i tregonte Kurti se Abdigjiku çfarë do elektorati i LDK-s? Po, i tregon Abdigjikut se çfarë do, si kur ai ka studiuar dhe si kur ai e din, Albini nuk e din as elektorati vetë çka mendon. Çështja e elektoratit të Albinit është një elektorat i frustruar, i nervozuar nga e kaluara jo aq e mirë e partive të cilat kanë qenë pushtet dhe tani në shaj nervoze, vazhdojnë, sepse brenda një mandati s'kanë qenë të bindur se ka dështuar në gjitha sferat, ka dështuar Albini dhe ja kanë dhënë edhe një përqindje të konsideruar që unë mendoj që është shumë e pamerituar, 42% me i marrë një parti që s'ka bërë asgjë, vetëm ka stagnuar dhe tani ai nuk ka as strukturë, as ka në Kosovë është interesant si votohet. Pa struktura, dhe përdojnë për komunat e Kosovës, Albini nuk ka fare struktura, nuk ka strukturë të organizuar e të mirë felt as Prishtinë. Por ajo vërehet vetëm zgjedhje lokale, sepse strukturat e partisë më tepër ndikojnë të zgjedhjet lokale, të zgjedhjet e përgjithshme po ndikon emri i liderit. Emri i liderit në këtë rast Albin Kurtit, edhe po votohet vetëm në emër të një personi. Dhe unë mendoj se nga kjo letër nuk do të ketë asgjë. LDK ka mbajt takimin, deputetët e LDK-s me zbashku me kryesin, e kanë mbajt takimin, nuk kanë dalë ende me ndonjë lajm se a do ta pranojnë apo jo, por me siguri të plot them se kjo është vetëm një tentim i Kurti, i Albinit, sepse LDK-ja është shumë keq e mashtruar një herë dhe nuk do t'i ndodhë që edhe një herë tjetër të mashtrohet nga i njëjti Albin Kurti. Pra, ju mendoni që as në parim nuk do t'a pranoj, jo më për të futur në negociata për ndarjen e posteve në qeveri, por do t'a mbyllë që të fillim? Jo, se nuk ka kjo prova e parë, që hera 3 që i drejtohet LDK-s, herë me letra, herë me goj, por kjo e fundit nuk pranohet. Nuk pranohet sepse unë jam shumë i sigurt që brenda LDK-s ka fraksione të cilat në asnjë mënyrë nuk e pranojnë. Nuk e pranojnë që të futen koalicion, të sigurt që edhe nëse e jep kryeministrin Lumir Abdigjikut, unë jam i bindur që kjo mund të shkoj më së largu deri në marsin e vitit tashëm kur i ka lënë mandatin, në prill duket i ka lënë mandati presidentes dhe Albin Kurti erdhën përsëri qeverinë. Edhe nëse e jep qeverinë me siguri të plot, ajo qeveri do të lejë vetëm më muaj pa marrë para e udhëheq, Lumiri mund ta udhëheq, por nëse ai është i gatshëm që brenda 9 muajve ta mbajë një qeveri, ta udhëheq një qeveri që sigurisht përveç premtimit për ndonjë premtim vogël si rritja pagave ose pensioneve, asgjë nuk do të ketë mundësi të zgjedhë për këtë periudhë shkurtër kohore kur Albini do t'i organizojë zgjedhjet e jashtëzakonshme për shkak të presidentes. Sepse kjo dikush po thotë që presidentja nëse LDK-ja dhe VV-ja hynë në koalicion, e ka një mandat sigurt, absolut nuk e ka presidentja, sepse momentalisht